këndvështrim mendoj se do në fakt 20 shkurti Arnold ishte një përsëritje aty 20 shkurtit të 91-shit, por në një format tjetër, duke pasur një farë pluralizmi që nuk është i vërtet në kuptimin e plot të fjalës, për arsye se të gjitha pushtetet janë uzurpuar. E vetmja gjë që ekziston është Partia Demokratike dhe kjo pas 4 vjetësh, pasi 8 vjetët e parë ka qenë e marrë peng dhe nën kontrollin dhe komandën e Edi Ramës. Duke parë në këtë këndvështrim unë mendoj se më shumë janë irrituar qytetarët. Më shumë ka revolt prej tyre. Protesta është revolt, protesta është zemërim, protesta është mlef, dhe qytetarët janë të mlefotur, janë të revoltuar, janë të zemëruar, dhe patjetër në një formë apo një mënyrë ata do ta shprehin të zemërim dhe këtë revolt, dhe nuk mundet që sado të intimidojnë, sado veprime force të tregojë policia, sado masa të marrin duke arrestuar me të drejtë e pa të drejtë, duke mbushur komisariatet, madje dhe ata që i lirojnë se s'kan asnjë provë, asnjë fakt për veprimet të tyre, u thonë përsëri do të hetojnë në gjendje të lirë dhe u kanë sekuestruar telefonët. Edhe mbrëmë të gjithë protestuesit që kanë dalë, janë lënë të lirë telefonët u kanë mbajtur. U kanë mbajtur pas një lloj argumenti juridik, absolutisht vetëm ju mbajnë peng me arsyën e vetme për t'i mbajtur nën presion që ata mos të jenë pjesëmarrës në protestën tjetër. Por përkundrazi, e kundërta do të ndodhi, në bumerang po kthehet, se po i zemrojnë akoma më shumë qytetarët për padrejtësi. Qytetarët nuk dalin aty për të thjesht për të ndërruar pushtetin, për të bërë rotacionin politik. Qytetarët dalin se u janë futur duart në xhep. Dhe kur një njeri të fut dorën në xhep, ti mund të reagosh, Arnold, nëse bëjmë një krahasim të tillë që në rrugë kalon. Kemi vetëm një problem me lidhjen me zonin Baçi, po. Atëherë Baçi, një zëri për t'u ndalur te kjo, një pyetje të fundit tek fullëtja e duarve në xhep, siç u deklaroni. Një zëri kanë reaguar përfaqësuesit e qeverisë, Ministria e Brendshme Koçiu, po digjet Tirana, po shkatërrohet, ndërkohë që nuk shqetësohet kaq shumë për djegjen e miliona eurove me incenerator, rrugët cilët shemben 2 muaj pas inaugurimit, tenderat, milionat e akshit. Kush po djeg më tepër Tiranën? Ato 5 molotove të opozitës dje, apo këto miliona euro që po villen nga mëngjesi deri në darkë?